Sheikh Abdul Kadrin e kemi taku rahmetullahi alej se viken në Medinë, neve na bëj kësaj shumë se arab doshin me hangër Sheikh Abdul Kadrin kur viken në Medinë, po na shumë ishim, edhe pse shumë të ri kemi qenë atëherë, po shumë ishim afër tine, u çuditshëm ata tjetër kur jemi këta. Hala arabisht po të me fol mirë, se Sheikh i bëj ka shumë saigi. Kryesorja e Sheikh Albanis s'kom pas atë nder me ta. Vallahi se praktikon ti nashta mendon që ashtu, unë prap nuk jam i kënaqur me vetveten, e sidomos me u krahasu me çasi burra çfarë kanë qenë ata, absolutisht nuk. Domethënë Sheikh Abdul Kadri çuditësh me të kallëzu njerëzit që shokon. Domethënë na veç në libra mundum me lexu për çasi njerëz. Vetëm Sheikh Abdul Kadri rahmetullahi alej ka jetuar në Siri, një vend që realisht ka pas varfni, nuk ka pas në farë mirëqenje që me mujt njeri për një me ju bo sajgi, po e zom musafirve ose talebe ose kështu me radhë. Mirë po tregojnë vllaznit që kanë studiu në për Siri. Nuk kanë ndodh, nështë kanë shku për qef me nejt, me uçmall me to e sene, s'kan ndodh me dal prej tina, pa jo dhonë ka pak pare, do më thonë në gjep. Edhe pse nuk u konë pasunik Sheikh Abdul Kadri. E kom fjallën në gjep s'u konë pasunik, se këtu po. Shumë është interesant kjo punë ti Haxhi Afrem. Po, elhamdulillah, me qitotari Allah Azza wa Jalla e ngrit njerin edhe bëma ki njerëzit që thojnë i kanë lëshu çantat në xhennet, e na jo bojmë muhabetin, ju knojmë rahmet e bojmë dua për ta, me diçka e kanë meritu ata njerëz inshallah. Në kom pas rast Sheikh Abdul Qadir rahmetullah alejhi kom taku në shpitina në Damask, disa herë. Edhe kom pa kriju një afërsi me to se në ka lidhë se jem bashkë vendas edhe e ka pas tezën një mohal tjetër pistogur që ato e ka pas edhe pse shkojsha i për cilë o kon shumë i përkushtum për akerban, për familjarët edhe ka vizitu Kosovën disa herë edhe para luftës, po dhe mas luftës ka qenë. E që përmeni Sheikh e Kremi, sa herë jom taku me ta, nuk më kalëshu pa diçka hedije. Nuk diskutohet që familjarëve, biles herën e fundit që jom taku me ta në Damask, da bëj ke hizmet vetë, ishim 20 e kusur vetë prej haxhit që erdhen, ka shkum në haxh, erdhë na vizitoj. Kur u këthym prej haxhit, ajo tash ju vini të unë. Në shpi edhe ja këshim pa ble xhamati një banes me një balkon të madh për jashtë. Nuk ja kam ble xhamati, s'tash të kallëzoj kësën asaj banesës, është shumë interesant. Unë e kom mendu çashtu e kom si informacione, Allah nuk ja ka ble dikush e vërtet është. Edhe po na bën hizmet ai. Vet na çit ke ëmbëlsina, vet na punis, vet pi çefit, pi dëshirës, plak, më thon masanes ka jetu gjatë. Edhe na bike ëmbëlsina të na bëj kjo hizmet, edhe unë me dorë të me shkryesha, s'kam thëj ka me shkru familjarëve vet letër shqip, më u një letër. Ai më thëj ke unë e shkruajsha, ai më thëj unë e shkruajsha. Subhanallah, është. A di është unë jam erdhë për mduket 2002-2003 ka erdhë në Kosovë, edhe erdhë në Këshill Bashkisë Islame, unë isha imam atëherë. Ja, 2002-2003 së ka. 2000 ta ka. A 2000 ta? Sheikh Shuaga atëherë ka konë ma vonë. Sheikh Shuaga. Edhe se haroj si rast, a kuptam, edhe erdha une, edhe ju dhash selam, edhe ai tash për takimeve njerëzve shumë, adhi më dha selam edhe po vazhdon e djali vetë Muhamedi për thot, në vesh për thot Sheikh Muslia, si ka thonë Sheikh Musli, a di qashë moni këfjelt i karane men o këthim ka për shakve, e thash subhanallah, qfar nderi, qfar respekti, qfar të më thonë, pse në të mosh, në të bagazh të ilmit, me atë bagazh të isën lëkut, me majt men një muslit që ka kalu kaj. Njeri kur ka. A kupton? Kur ka i tiparë. Edhe toni kapi për dorë dhe tonë ditën kem shku, ka kem shku me to bashkë. Po madhështia e njerit zatën që to qëndran, te modestia dhe thjeshtësia e ti. Me dasht me apliku këto,
merë një njeri çfarë dush, i zoti, i dishëm, ato thonë, i mirë, apo pja majke nalt. Edhe merë një tjetër, kreti ka që ato të mira, nështë ta kreti harrojnë mja përmend, që na s'folën për shembull për ilmin e madh të kadrit, pse se modestia është një virtyt më i rrallë, që vështirë e gjon të njerëzit, edhe po të shtin detyrimisht me u ndal atje. Edhe me thonë, mashallah, me gjitha të ilm që e ka pas, ama mbi të gjitha modestia, që me thonë aja, ka i mako, shlago në ambëlsirë. Tash paramendon njeri i madh, zatën modestia vjen shprehje te njeri i madh, edhe dokët, edhe rrin bukur se ai shkreti çiftat ton që s'dim kur gjo, s'kem kur gjo. Edhe na mos mu po modest, me na urrit mendja, mos vet bëhet shumë shëmtuar me aja. Çfarë të krejt.